Përshëndetje. Vendi ku jetoni, Shqipëria, është shtet eksperimental. Ky menim vjen nga kjo marrëveshje e fundit që u bë për këto emigrantët që do vinë nga Italia. Për ju që s'e keni ngjuar çfarë ashtu ndodh, Italia ka shumë emigrantë pa ligjshëm. Shumicën e këtyre ka çuar shqiptarë në Itali. Po nëse këto kohë të fundit kanë pasur një bidoz emigrantësh që vinë nga shtete si Pakistani ose India, venet kështu. Këto janë emigrantë pa ligjshëm, nëse i kap shteti, supozohet i fusin në burg. Masi edhe krime të rënda, po duhet me i fut në burg, janë pa ligjshëm, supozohet të jetë në Indi tipi. Duke pas këtë bidoz emigrantësh kanë pasur edhe miq të bidoz burgimesh. Kështu që kohë të fundit i ka shkuar mendja me i bëj çfarë Shqipërisë me i thonë, "A do i marrësh ti në vend tim, do t'jap ca lek." Kjo marrëveshje me sa morë vesh sapo firmos ka dyja palë. Thjesht pritën me artësh, ja kanë për t'i çuar nga Lezhë. Në Lezhë se kudo që ti çojnë nuk kanë për t'i fut në burg, kanë për t'i lënë me një komunitet si ai i Xhirit Laxhit, sepse këto në Shqipëri nuk erdhën ilegalisht nga India, këto erdhën me azil politik nga Italia. Kështu që ose do i bësh një komunitet mbyllur që të jetojnë vetëm ata dhe financohet nga Italia, ose do i lësh të lirë nëpër Lezhë me qera nga shteti. Këto persona nga Pakistani, nga India, i keni parasysh vetë, janë të sjellë Shqipëri që mos t'i marrë Italia nëpër burgje, by the way. Shqipëria, vendi ku jetojmë unë e ti, është vendi ku hidhen plerat dhe ku bëhen eksperimentet. Është e njëjta gjë me atë që është boti i Xhirit Laxhit. Ka sjell amerikani një tuf iranian me jetut e Xhirit Laxhit, financuar nga Amerika. Thjesht i bëjnë drop në Shqipëri në shkëmbim të ca lekëve. Shqipëria ka gjithmonë nevojë për lek. Paman qoftë ka raste me shkumë pa me sultuj si është bëj komuniteti iranianëve në Xhirit Laxhit, e ta krahasoni me shtëpitë e fshatarëve që jetojnë në Xhirit Laxhit, janë ku e ku. Fshatarët Xhirit Laxhit jetojnë shumë më keq se iranianët që i kanë sjellë me jeton në Xhirit Laxhit. Pyetja është, nëse Shqipëria ka nevojë gjatë gjithë kohës për lek, dhe këto lekët që na kanë dhënë amerikanët me strahu iranianët Xhirit Laxhit nuk pas kanë shkuar te Xhirit Laxhit, atëherë ku kanë shkuar? Lekët nuk e di ku kanë shkuar me thënë drejtën. Te Xhirit Laxhit jo i herë. Kanë kaluar 10 vjet që kur është bëj projekt, asnjë gjë nuk ndryshon rrotull, vetëm ai projekt bëhet më mirë. Ju jetoni në një shtet eksperimental ku shtetet e tjera hedhin plera, në shkëmbim në japin ca lek. Ato lek nuk shkojnë te ti gjithsesi, ato lek janë printuar gjithsesi. Bëj çfarë dush me këtë informacion plek. Masë më vërtet nuk duhet jemi këtu. Isha skap ty personalisht eksperimenti radhës. Shive në nesër.